Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku për të sjellë pranë jush diskutimet që në fakt nuk po qetësohen brenda në shtëpi. Ola po e quan gjestin dhunues dhe kërkon nga vllau i madh që të merren masa. Një tjetër ditë dramatike ka shkundur muret e shtëpisë të famshme të Big Brother VIP Albania, ku tensionet dhe emocionet e akumuluara janë përplasur në mënyrë të pashmangshme. Në qendër të këtij konflikti qëndrojnë dy banorët, Ola dhe Gjesti, të cilët pas një debati të ashpër kanë krijuar një valë akuzash dhe kundër akuzash që kanë mbajtur pezull si banorët ashtu edhe publikun shqiptar. Ngjarja filloi me një konflikt të zjarrt midis Oltës dhe Gjestit në dhomën e ndenjës. Debati që fillimisht kishte nisur mbi një temë realitivisht të parëndësishme, shumë shpejt u transformua si një përplasje personale, ku të dy protagonistët nuk i kursyen komentet e ashpra ndaj njëri tjetrit. Sipas Olës, sjelljet dhe veprimet e Gjestit brenda shtëpisë janë jo vetëm të papjekura, por edhe të motivuara nga një tendencë e vazhdueshme për të ngacmuar edhe provokuar të tjerët. Pasi debati u qetësua disi, Ola u tërhoq në dhomën e gjumit, ku duke mos u mbajtur dot shgënjimin, vendosi t'i hapet disa prej banorëve më të afërt. Në një moment të sinqert emocional, ajo e akuzoi Gjestin për sjellje që ajo i konsideroi si të dhunshme. Madje duke cilësuar atë si një pretekst dhunuesi, ajo theksoi se këto veprime nuk ishin të paprecedent, duke përmendur një situatë të mëparshme me banoren Egli, ku sipas saj Gjesti kishte shfaqur të njëjtën tendencë për të manipuluar dhe provokuar. Jam lodhur nga këto veprime që janë fëmijërore dhe pabas. Ai gjithmonë gjen një mënyrë për të bërë dikë të ndihet keq. Kjo nuk është vetëm çështje lojës, është karakter, tha Ola, me një zë të emocionuar ndërsa kërkonte të përballej me ndjenjat e saj. Akuzat e ngritura nga Ola kanë shkaktuar një reagim zinxhir brenda shtëpisë. Disa nga banorët janë bashkuar me të, duke mbështetur në qëndrimin e saj dhe duke ndarë përvojat e tyre personale që sipas tyre konfirmojnë sjelljen problematike të Gjestit. Ndërkohë një grup tjetër i banorëve ka zgjedhur të qëndron në anën e Gjestit, duke argumentuar se veprimet e tij janë keq kuptuar dhe Ola mund të ketë reaguar me emocione të tepruara. Nga ana tjetër, Gjesti ka refuzuar akuzat e ngritura ndaj tij, duke i cilësuar ato si të pabaza dhe të motivuara nga strategjitë e lojës. Në një diskutim me disa banorë të tjerë, ai u shpreh: "Më vjen keq që Ola është e kështu. Nuk kam pasur asnjë qëllim të keq. Thjesht i them gjërat ashtu siç unë i shoh. Nuk do të ndryshoj veten sepse dikush tjetër nuk është dakord në mënyrën time të qenurit." Gjesti. Konflikti mes Olës dhe Gjestit ka ndezur debate të qarta dhe jashtë shtëpisë, ku publiku shqiptar ka ndarë mendimet e veta në rrjetet sociale. Disa janë pozicionuar në mbështetje të Olës, duke e parë atë si një zë të guximshëm që po denoncon sjellje toksike, ndërsa të tjerë mbështesin Gjestin, duke e konsideruar atë si një person të drejtpërdrejtë dhe të pa ekuivik. Produksioni Big Brother VIP Albania ende nuk ka reaguar zyrtarisht lidhur me këtë situatë, por burimet të brendshme sugjerojnë se një deklaratë mund të jetë në rrugë sipër. Ndërkohë banorët përpiqen të gjejnë ekuilibrin mes tensioneve që po rriten dita ditës, ndërsa dinamika e shtëpisë duket se ka marrë një kthes të re dhe të paparashikueshme. Si do ndikojë kjo përplasje dhe si do të formësohen marrëdhëniet mes banorëve në ditët në vijim, një gjë është e sigurt: në Big Brother VIP vazhdon të dhurojë momente që mbajnë publikun ngulitur pranë ekranit. Do me thënë, Ola është shumë e mërzitur pas situatës që u krijua me Gjestin. Dua të marr mendimin tuaj, si e shikoni ju këtë situatë ku Ola Gjestin e quan dhunues?